Përshëndetje të gjithëve. Sot do ju sjell një recetë perfekte për ditët e nxehta të verës. Është një akullore verore freskuese, super e shëndetshme dhe mbi të gjitha pa asnjë gram sheqer të shtuar. E bëjmë vetëm me përbërës natyral. E ndjekim recetën për të zbuluar të gjithë përbërësit që ka kjo akullore. Fillojmë nga puna. Në një tas fillojmë të shtojmë përbërësit, janë 2 lugë të gjellës me tërshër, 1 kup me lajthi, mundet edhe t'i piqni lajthit, diku te 300 ml qumësht të zakonshëm dhe me yndyrn të plot. Disa urma arabie duke i pastruar nga bërthamat dhe i vendosim në tas. Vazhdojmë t'i pastrojmë urmat. Janë urmat ato që i japin shumë ëmbëlsi kësaj akullore, por edhe bananet. Shtuam mjaftueshëm urma, çokolata nuk ka sheqer, janë 100 gram çokollatë të zezë. E thyem në copa të vogla dhe e vendosim në tas. Si e shikoni, këto bananet po prisheshin dhe unë mendova që t'i bëja akullore, mos t'i ithja. I vendosim në blender, ndërsa bananen tjetër do ta shtoj më vonë, duke parë dhe konsistencën e kremit të akullores. Fillojmë të pulsojmë pak e nga pak, pasi çokolata është goxha e fortë. Shtojmë dhe bananen tjetër. Gjithmonë në blender pulsohet pak nga pak derisa të arrim masën e njëjtë kremoze. Shtuam edhe 1 lugë të kafes me kakao. Dhe si e shikoni, e gjithë masa është kremoze. E largojmë nga blenderi, e vendosim në një tas, e pastrojmë mirë blenderin me një spatull, që mos të lëm as pak kremin e akullores. Pastrojmë pak vendin, e mbulojmë me një qese celefoni, qese kuzhine, por mundet edhe mos ta mbuloni. Unë do t'i shtoj edhe disa copra çokolate sipër. Do t'i shtoj çokollatë të bardhë dhe të zezë. Për më shumë shije dhe dekor sigurisht. I vendosim edhe qesen e telefonit. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'a lëm për disa orë në frigorifer. Pak mirë është të përgatitet në mbrëmje dhe ditën tjetër e keni për të konsumuar, por unë sot po e përgatis paradite dhe mbas dite është gati. Ja dhe akulloria e sa po dal nga frigoriferi. Rezultati, do thoni ju, është një akullore që të shkri në gojë dhe të freskon shpirtin. Ideale për fëmijët, për ata që shmangin sheqerin, apo thjesht për këto që dëshiron një shije të mirë dhe pa ndjenjë faj. Duhet me patjetër ta provoni këtë akullore. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. E thjeshtë, e shëndetshme dhe super e shijshme. Me dashuri nga kuzhina ime.